Viti 1915. Vrasja e Gjorgjas. Në vjeshtën e vitit 1915, kryetari i komunës së Malësisë së Tetovës, i njohur me emrin Gjorgja, vendos të largohet nga Selca në drejtim të Prizrenit. Thuhej se largimi i tij lidhej me frikën e hakmarrjes për dhunën e madhe që kishte ushtruar ndaj vendasve gjatë viteve të pushtetit serb në Malësinë e Tetovës. Disa banorë të Selcës e kuptojnë planin e tij dhe përgatisin atentatin. Në ditën e largimit, Gjorgja merr me vete pandurin, Sali Jashar Ademin dhe niset drejt Prizrenit. Kur arrinte ura e mullinjve të Selcës, 3 Selcas kishin zënë prit përreth urës: Molla Sula, Gani Gjelili dhe Brahim Shabani. Në qastin kur Gjorgja arrin në mes të urës, hapet zjarr. Plumbat e godasin menjëherë dhe Gjorgja bie i vrarë në lumë. Pas atentatit, njëri nga sulmuesit propozon të vritet edhe Saliu, panduri që e shoqëronte. Por 2 të tjerët nuk pajtohen. Dhe kështu, Saliu mbetet gjallë. Nëse i doni historitë dhe rrëfimet e vërteta shqiptare, pëlqeni videon. Abonohuni në kanalin Eposi Shqiptar dhe ndizni këmbanën që të mos humbisni asnjë video të re.